Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Në vend të parë të listës është Luani. Gratë Luan janë thjesht prezencë, edhe kur hyjnë në një dhomë pa bërë asgjë, vëmendjen e marrin automatikisht. Vetbesimi i tyre është i lindur, mënyra si ecin, si flasin, si qeshin, të gjitha bëjnë që meshkujt të fiksohen pas tyre pa e kuptuar fare. Ato nuk vrapojnë pas askujt dhe pikërisht kjo i bën edhe më të dëshirueshme. Luaneshat e din vlerën e tyre dhe e përdorin energjinë me stil pa u munduar fare. Në vend të dytë gruaja akrep. Tek gratë akrep ekziston një magnetizëm natyral, një lloj thjeshtësie që i tërheq shumë burrat. Ato nuk zbulojnë shumë, flasin me sy dhe dinë si të krijojnë misterin që i çmend meshkujt. Janë të sigurta, të vazhdueshme dhe e njohin psikologjinë e tjetrit shumë mirë. Kjo i bën meshkujt të mendojnë për to ditë të tëra edhe nëse kanë folur vetëm pak minuta. Në vend të tretë gruaja binjak. Gratë binjak janë argëtuese, të zgjuara dhe spontane, ajsa meshkujt nuk e kuptojnë kurrë se çfarë pritet më pas. Kanë një flirt të natyrshëm, plot humor, biseda të lehta, inteligjencë dhe spontanitet. Ato nuk mërziten dhe as nuk lejojnë të tjerët të mërziten. E kanë shumë të lehtë të krijojnë një lidhje mendore dhe kjo është arsyeja pse meshkujt fiksohen shumë shpejt pas tyre. Në vend të katërt gruaja peshk. Mos i nënvlerësoni kurrë gratë e peshqve. Ato duken të qeta dhe delikate, por kanë një ndjeshmëri dhe butësi që i bën meshkujt të humbin mendjen. Janë romantike, të vëmendshme, intuitive dhe dinë saktësisht si ta bëjnë dikë të ndihet i veçantë. Ato krijojnë një lidhje emocionale të fortë dhe kjo është fuqia e tyre në flirtim.